Nxënësit e klasës së parë të shkollës 9-vjeçare Gjoks Shqiptari në Pogradec festuan me emocion dhe gëzim festën e abetares duke mbyllur një vit të rëndësishëm shkollor mes shkronjave, leximit dhe zbulimit të dijes. Pas interpretimeve artistike, valleve dhe poezive të përzgjedhura me kujtesë nga mësuesja e tyre Entela Gora, fëmijët përcjellën emocionet e rrugëtimit të tyre të parë në botën e mësimit. Çdo gërm e shqiptuar nga goja e tyre dëshmoi përkushtim dhe punën e bërë gjatë gjithë vitit shkollor. Në aktivitet u vlerësua edhe puna e mësueses ndihmëse Aspasela Dhami, e cila me dashuri dhe përkushtim bëri të mundur përfshirjen e plotë një nxënëseje me aftësi ndryshe, duke e bërë atë pjesë aktive të festës dhe duke nxjerrë në pa një lloj si bashkëmoshatarët e saj. Atmosfera e festës përcolli një mesazh të qartë, barazie dhe gjithë përfshirje ku të gjithë fëmijët ishin të barabartë mes të barabartëve. Ky sukses erdhi fal bashkëpunimit të ngushtë mes dy mësueseve të klasës së parë dhe drejtorisë së shkollës, e cila krijon vazhdimisht mundësi që çdo fëmijë të zhvillohet, të integrohet dhe të ecë përpara në rrugën e dijes. Në festën e abetares, suksesin e parë drejt rrugës së dijes. Faleminderit mësuese Entela për emocionet që na dhurove. Faleminderit mësuesi bashkëpunëtor. Faleminderit prindër, pa mbështetjen tuaj ne nuk mund të arrijmë këto suksese që arrim. Suksese! Uroj që kjo rrugë të jetë e mbushur me suksese dhe ëndra të realizuara.